Aktualisht kemi gjithsej 117 pacient të lënduar nga zjarri në Koqan, ndërsa 13 pacient janë duke u trajtuar jashtë vendit, ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Ai theksoi se të gjithë pacientët po trajtohen dhe janë në gjendje stabile. Falenderoj publikisht shumicën e ministrave të shëndetësisë nga rajoni dhe më gjerë që më kanë kontaktuar personalisht Shqipëri, Turqi, Kosovë, Serbi, Bullgari, të cilët kanë ofruar ndihmë të parezervë. 20 pacient ishin kritik, por ne u përpoqëm që disa nga ata pacient, përkatësisht 13 pacient të dërgoheshin për trajtim jashtë vendit në qendrat speciale. Shpresoj se atje do të marrin trajtimin e duhur, ndërsa pjesa tjetër do të vazhdoj trajtimin në këtë vend. I pyetur nëse ka ende familje që kërkojnë fëmijët e tyre, Taravari tha se për fat të keq, vazhdimisht pranon telefonata nga njerëzit që kërkojnë ndihmë për të gjetur më të dashurit e tyre. Por siç theksoi ai, kjo është punë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ne po i ndajmë të gjitha informacionet, por ka viktima që nuk janë identifikuar dhe kjo është punë e policisë. Taravari bëri të ditur se në klinikat kirurgjikale aktualisht janë 25 pacient, në spitalin e qytetit 24 pacient, në spitalin Teq Shtatori 24 pacient, në Shtip 31 dhe në Koqan 13 pacient.